Informat të nderuar teleshikues, fundish edicioni qendror të lajmeve në Report TV, këto janë titujt kryesor për mbrëmjen e sotme. Këshilli Kombëtar i PD-s po zgjedh mes debateve kupolën drejtuese. Antarja Iliriana Kuçana u përball direkt me Berishën duke kritikuar për rikandidimin e Flamur Nokës, sekretar të përgjithshëm. Mulizmi në parti, thot ajo, duhet luftuar. Përballë Nokës, vetëm sot në drek u vendos Tajmir Koreshi, Berisha fut në garë për nënkryetar të partisë Belind Këlliçin me Luciano Voçin. Sot në afatin e fundit të Komisionit të Reformës Territoriale, palët nuk gjetën dakordësim për një produkt final. Pasi kërkoi shtyrje të afatit deri në tetor, PD-ja braktisi komisionin, ndërsa PS-ja prezantoi e vetme raportin bazuar në variantin fillestar të saj për një numër më të ulët të bashkive dhe ndarjen e vendit me rajone. Paknajtësit e opozitës e të mazhorancës, sipas kreutës PAK Klodian Braho, janë dëshmi se institucioni po vepron në rrugën e duhur pas standarde të dyfishta. Gjatë raportimit në Kuvend, Braho ju përgjigj insistimit të opozitës për të thirrur Ramën se kush ka prova ti dorëzoj. Kreu i PAK nuk e përjashtoi një kërkesë të dytë në Kuvend për arrestimin e Belinda Ballukut. Kryetari i Partisë Mundësia e bleu vetëm 2.9 milion euro ndërtesën dhe truallin që vetëm pas 4 vitesh e shiti 15 milion euro, 5 fish më shumë. Në një tjetër reagim, deputeti Shehaj ende nuk ka një sqarim ezaurues për këtë lëvizje, ndërsa nga ana tjetër tani më thot se vila ishte 500 m2 dhe jo 251 m2 siç ka raportuar në 2 deklarata të ndryshme pasurie. Me slot është gëzimi e premtimesh për një jetë të re. 553 të dënuar u liruan nga qelit në zbatim të amnistisë penale. Mes përfituesve janë edhe emra si Rosetta Dobi, pastruesja që vodhi 500.000 në shtëpinë e ish zyrtares së Ahmetajt, e Milena Dera, ish punonjëse shteti e dënuar për kanabis. 863 të dënuar përfituan ulje. SBA-t kryen 2 valë të tjera sulmesh në Iran duke vijuar përplasjen luftarake për të 4-ën ditë radhazi. Teherani u kundërpërgjigj duke goditur në Bahrein, Kuvajt e Jordani. Trump thot se vendos ai kur ndalet sulmet. Teherani tërhiqet nga negociatat dhe thot se për momentin përqendrohet te mbrojtja ndaj sulmeve amerikane.